Mrekullia në një qeliz. Studenti që dronte para laboratoreve, i mbështjell nga një heshtje e korridoreve të ftohta. Ajo ditë ishte e caktuar për lëndën e biologjisë qelizore, dhe ai, me një përqendrim të hekurt, u ul pranë mikroskopit. Sytë e tij, të uritur për dije, u fiksuan në objektivin e vogël dhe ajo që pa i mori frymën. Brenda fushës së vogël të shikimit të mikroskopit nuk gjendej më një qelizë thjesht, por një qytet i gjallë, një botë e organizuar me një precizion të përkryer. Ai pa si membranat hapeshin dhe mbylleshin si porta të një fortese, si mitokondrit furnizonin çdo qelizë me energji, si ribozomet krijonin jetë të re me një precizion të frikshëm. O Zot, psherëtiu ndërsa duart i dridheshin lehtë mbi tavolinën e laboratorit. A është e mundur kjo? Një botë e tërë brenda një pike të padukshme për syrin e njeriut? Si mund të ekzistojë kaq harmoni, kaq organizim në diçka kaq të vogël? Zemra i rrihte fort. Trupi i u ligështua dhe ul në karrige, duke mos mundur të largohen nga ai realitet i mahnitshëm që sapo kishte zbuluar. Mendimet i vërshonin si një lum i furishëm. Një qelizë e pafuqishme për të vepruar sipas dëshirave të veta, e pa aftë për të bërë një zgjedhje, por njëkohësisht themel i çdo organizmi të gjallë. Kjo qenie e vogël pa vedije ndjek ligjet e përcaktuara me një precizion që te i kalon çdo mendje njerëzore. Si mundet që një gjë kaq e vogël të di çfarë duhet të bëj? Kjo është udhëzimi i krijuesit, udhëzimi i të gjithdijshmit. Studenti uli kokën, i mbështeti bryllat në tavolinë dhe mbylli syt. Trupin e ndjeu të dorëzuar, mendjen të përulur, zemrën të mbushur me një ndjenjë madhështore. Lotët i rrëshqitën pa zë. O Zoti im, ti që krijove gjithçka me përsosmëri dhe i dhe çdo gjallëse udhën e saj. Unë s'jam vetëse një grimës në këtë botë të pafundme të urtësisë tënde. Udhëzoj sytë e mi të shohin më shumë nga madhështia jote. Zemrën time ta ndjej më thellë praninë tënde dhe mendjen time ta njoh më shumë dijen tënde. Mos më lër në errësirën e padijes, por më bëj dëshmues të artit tënd hynor në çdo gjë që shoh. Amin. Atë çast, për herë të parë, ai nuk pa thjesht një qelizë, ai pa një dëshmi, një vulë të padukshme të një inteligjencë absolute. E kuptoi se mikroskopi nuk ishte më vetëm një mjet shkencor, por një dritare drejt madhështisë së të gjithë fuqishmit. Në heshtjen e laboratorit ai dëgjoi zërin e Zotit jo me vesh, por me shpirt, dhe kuptoi. Nuk ishin vetëm librat që dëshmonin për krijuesin, ishte vetë jeta, qeliza, rrahja e parë një zemre, një molekul drite, të gjitha ulërinin. Kjo nuk është rastësi, kjo është vepra e tij.